Provoj vetë, ty është në labirintin e të vërtetës, të kërkosh, dhe do kuptoj sa e vështirë është të japësh një opinion, një qëndrim, një pikpamje, një tezë, një hipotezë që është kundërshtim me standardin. Nëse kërkon të jesh në pozita serioze, se kështu për fol budalliqe ke plot televizion, njëri thot toka është e shesh, tjetri thot që nën tokë kalojnë trena me 200.000 km/h, nën tokë, nën dhe janë të kështu qytetërime të tjera, budalliqe sa dush, ka kështu sa dush, mall. Jo po ka Shqipëria kanë dalë 300 tonë ar në vitin 46, 300 tonë ar, 600 tonë ar është gjithë pasuria e perandorisë më të madhe në botë të arit, që ishte perandoria e Spanjës. 600 tonë ishte e gjithë pasuria historike 5 shekullore, ishte 600 tonë. Shqipëria ka pas 300 tonë që i mori Inglizi, Serbi etj. Pralla me mret. Duke kujtuar që unë kam qenë një nga personat më të afërt me informacionin sa ar është vjedhur nga Enver Hoxha dhe sa ar ka ikur nga Shqipëria për shkak edhe të studimeve dhe botimeve që janë bërë në gazetë Linja Demokratike në 91-92 nga baba im. Mbi këtë temë, mbi arkiva flas. Se çdo psikopatit mendosh që Shqipëria kishte gjysmën e arit perandorisë më të madhe në botë. Të arit, se ajo është perandoria e arit, perandoria spanjolle, kur mos e harroni. Nuk ishte Anglia perandoria e arit. Ishte perandoria e fuqisë botërore, po perandoria e arit është më gjithmonë mbretëria e Spanjës, perandoria spanjolle, për shkak të fokusit saj ke ari. Që do të thotë budalliqe më thosh sa dush tha. Për atë që tallen njerëzit sa dush. Ne jemi shumë serioz kur flasim. Dhe këtu flitet vetëm gjëra serioze. Ndaj dhe sinqerisht respektoni veten. Kur thoni ja ke fut kot për gjë, jepni argumentin si kush është e vërteta. Po, Altin, kjo nuk është fare kështu, mund t'ja kesh vut dhe kot. Po sepse është kjo tjetra.